shumë shpesh e përmendur fjala bashk ose përbashkët, është summit 2 ditor që zhvillohet në Shqipëri, konkretisht në Golem. Në fokus janë çështjet që prekin rajonin, proceset integruese të Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe Kosova. Temat e diskutimit lidhen me bashkëpunimin rajonal, marrëdhëniet e eficiencisë së mirë, integrimin evropian, planin e rritjes së BE-s, rinin dhe hartimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos të rinisë. Ne kemi në linjë të drejt për drejt tashmë për të zhvilluar një bisedë ish ambasadorin, analistin e zhvillimeve politike, zotin Blerim Canaj. Tunxhatjeta. Tunxhatjeta. Po mbahet në Shqipëri samiti Bërdo Briunit, spari për simbolikën, cila është simbolika për Shqipërinë, për të prirë, për të qenë mikpritse në një ngjarje të tillë me liderët shtetëror të gjithë Ballkanit Perëndimor. Po t'ju them të drejtën, kjo është një shenjë e mirë e cila tregon për peshën dhe faktorizimin të cilën e ka arritur Shqipëria jo vetëm në Ballkan, po ndoshta edhe për bashkimin evropian. Është bërë, mund të themi, ndoshta edhe një farë modeli i mirë, për shkak se në fund të ditës ndoshta Shqipëria është shteti në Ballkan i cili është ndoshta më spaku, që ka më pak të mos marrëveshje me shtetet fqinje, nëse e marrim Serbinë, pastaj edhe Kroacinë, për shkak se ka një kontekst me Sloveninë, një kontekst kufitar edhe më tutje, por kjo flet edhe për atë që t'ju them të drejtën në politikën e jashtme, politika e Edi Ramës ka funksionuar jashtëzakonisht mirë dhe e ka pasur të qartë se çfarë do dhe që ta përfundoj absolutisht flet edhe një herë po e përsëris për rëndësinë të cilën e ka marrë Shqipëria. Okej, ne do të ndjekim për shumë shkurt deklaratën hapëse të presidentit Shqipërisë Bajram Begaj për të kthyer me pikpamje natyrisht edhe perspektiva nga ju, zoti Canaj. Sot Shqipëria mikpret samitin e procesit të Bërdo Briunit, së bashku me Sloveninë dhe Kroacinë, si bashkëkryesues të presidencës së procesit të Bërdo Briunit, ne vlerësojmë forcimin e rolit të kësaj platforme si një mekanizëm i rëndësishëm rajonal. Temat që do të diskutohen sot lidhen me bashkëpunimin rajonal, marrëdhëniet e eficiencisë mirë, integrimin evropian, planin e rritjes së Bashkimit Evropian, rinin dhe hartimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos së rinisë në vendet tona. Shqipëria mbështet dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe procesin e integrimit evropian. Vlerësojmë progresin e arritur në këto drejtime. Për ne, bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe duhet të vazhdojmë të shkëmbejmë eksperiencat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme nga ky proces i Bërdo Briunit. Fjala e presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj në hapje të samitit që po zhvillohet në Durrës, pra konkretisht samitit të iniciativës Bërdo Briunit. Jemi në linjë drejt për drejt duke biseduar me ish diplomatin Canaj. Zoti Canaj, përtej fjalëve edhe të presidentit, apo forcohet Shqipëria si profil, si një faktor i stabilitetit dhe i politikës së Ballkanit drejt Bashkimit Evropian? Mendoj që po. Mendoj ndoshta që është shteti në rrugën më të mirë. Tash ne e dim nga e kaluara që një farë peshe për Ballkan, apo ashtu të them një farë barometri ka qenë edhe Turqia, por tani duket që këtë rol të cilin e ka pasur më herët Turqia e ka marrë pikërisht Shqipëria. Shqipëria dim që
mund të flasim edhe për një rrugtim të shpejtë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, nëse nuk ndryshon diçka gjatë rrugës, për shkak se po e shohim se në çfarë bote po jetojmë këto ditë, por mendoj që nga shtetet e Ballkanit, të cilat ende nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, si duket vetëm Shqipëria dhe Mali i Zi kanë shansa reale që të futën atë. Shto këtu pastaj edhe peshën politike të cilën e ka marrë Shqipëria në krahasim me shtetet tjera të rajonit. Kështu që po, absolutisht, Shqipëria është një prej shteteve më të rëndësishme dhe më faktore në Ballkan momentalisht. E çka përfiton si shtet Shqipëria duke qenë mikpritse një takimi të tillë, por edhe aspekti i saj diplomatik që ju e përmendni. Çka përfiton Shqipëria në këtë epokë të tensioneve në Ballkan? Janë dy president atje në summit, edhe presidenti Osmani, edhe presidenti i Serbisë, Vučić, i cili veç tha se po armatosën të gjithë. I bie një konfirmim i krizës në gjuhë zyrtare të një presidenti shteti. Po, absolutisht. Kjo që thoni është e vërtetë dhe këtu pikërisht qëndron ai farë rreziku. Tashti për Shqipërinë thamë që është pesha e saj politike dhe diplomatike në regjion, por jo vetëm. Në anën tjetër, dhe përfitimi i saj tani më po është i qartë, për shkak se po flitet madje që në vitin 2030 mund të jetë edhe antare e Bashkimit, mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por në anën tjetër ne kemi rastin e Kosovës, ku është edhe presidenti Osmani atje, e cila së pari qëndron në masa. Dhe me qenë se aty flasim edhe për një fandime që do të marrin shtetet për këtë proces të zgjerimit, ne e dim që Kosova nuk ka qasje në ato fonde dhe në ato ndihma për shkak të këtyre masave. Në anën tjetër e kemi një Vučić atje i cili flet për luftën dhe përdor gjuhë kërcënuese. Pra, njëkohësisht po flasim për zgjerimin e mundshëm të Bashkimit Evropian, por një ditë përpara apo 2 ditë përpara flitej për luftën që mund të ndodhë. Ajo gjuhë e Vučićit, sikur që e tha dhe ai eksperti që ishte para meje në emisionin tuaj, faktikisht është një farë përgatitje për luftë. Pra është një farë mjegullie ku me siguri që secili shtet dëshiron që të përfitoj diçka o politikisht o për nga fuqia. Për t'ju dhënë të drejtën në sytë e me në pozicionin më të vështirin tani është vetë Kosova. Pikërisht për shkak të një fshiu që e ka në veri përderisa flitet për një fshitësi të mirë dhe përderisa flitet për bashkëpunim. Atëherë shtrohet pyetja se cila do të mund të jetë rruga e bashkëpunimit me një fshi sikur që është Serbia, e cila ka non-stop ambicje madje territoriale madje në Kosovë. Pra, është një pozicion goxha i rënd, ju them të drejtën, por ndoshta janë pikërisht këto takime të cilat mund të çojnë në ndonjë zgjidhje eventualisht, edhe pse duhet ta kemi parasysh edhe një fakt tjetër që Serbia është një dorë e zgjatur e Rusisë. Serbia dhe më tutje vazhdon të ulet në trikarriket e saj të famshme, do thotë gjendet në mes të BE-s, Rusisë dhe Kinës, por ka një përpjekje të aleatëve perëndimor të cilët përpiqen që ta tërheqin nga orbita ruse Serbinë, dhe pikërisht ndoshta kjo është ajo nga e cila më shumti mund të përfitojë Serbia, do thotë ky pozicion të cilën po e mban Serbia. Por ka dhe një situatë tjetër që Serbia e ka një president të kontestuar dhe non-stop atje po i shohim protestat të cilat janë kundër Vučićit dhe që ndoshta e balancon pak dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse Vučići e përdor këtë gjuhë
kërcnuese, ashtu të them. Por në anën tjetër mund të ndodhë fare letë që Vučići ta përdor luftën pikërisht për të ngritur atë farë sentimentin nacional dhe në shtetin e tij që t'i ndalë pastaj ato protesta dhe të paraqitet si mbrojtësi të drejtave të serbëve jo vetëm në Ballkan, por njëkohësisht edhe si mbrojtësi i kushtetutës, për shkak se jemi mësuar që të përdoren këto farë taktikash politike vetëm e vetëm për ta qetësuar veten në vendet e tyre. Konkretisht çfarë mund të përfitojë Kosova nga pjesëmarrja në këtë summit, në fjalë konkrete, pra, jo në teori të vetë summitit të iniciativës Brdo Briunit. Vend me masat e BE-s ndaj nesh, vend me një fqi që dhe ju e përmendët, me cilin kemi pasur histori dhe punë nuk i kemi rregullu, kuptohet, pra me Serbin. Çfarë mund të përfitoj konkretisht Kosova nga pjesëmarrja në një takim të tillë? Çfarë duhet të bëj ose mund të bëj presidentja e Kosovës atje që të ketë vëmendje pozitive ndaj Kosovës? T'ju them të drejtën, pozicioni i presidentit është i tillë i cili jo që në Kosovë ka ndonjë forcë që mund të bëjë apo të ndryshojë diçka. Unë mendoj që do të ishte përgjegjësia e çdo qeverie që të përpiqet spari që të hiqen këto masat apo sanksionet e BE-s ndaj Kosovës, për shkak se financiarisht nuk ka mundësi Kosova momentalisht që të përfitojë diçka. Do të thotë vetëm Kosova dhe Bosna janë një situatë të tillë. Në anën tjetër, për nga dialogu, natyrisht që Kosova i ka marrëdhënie të mira me shtete tjera përpos me Serbinë. Summa summarum, nuk pres që me njëherë Kosova të përfitojnë kush e di se çka, për shkak se ka disa punë për t'i bërë brenda, do të thotë në politikën e brendshme. Do të thotë tema e parë me cilën duhet merret Kosova është heqja e masave. Pastaj aty kemi të bëjmë edhe, do të thotë, është një lup goxha e fortë që shikon gjithçka, rendin dhe ligjin, shkeljen e të drejtave të njeriut, e tjera. Dhe me të gjitha këto merret legislativi dhe në fund pastaj edhe ekzekutivi. Neve momentalisht të dyjat na mungojnë. Do të thotë ne jemi një shtet i cili faktikisht ka vetëm një institucion, dhe ai është vetëm i presidentës, për shkak se tani po e shohim që çështja e konstituimit të kuvendit tani më vetëm është kontestuar, thuaja. Dhe momentalisht jo që mund të presim, pos që mund të mirë që jemi prezent atje, për shkak se është një punë e diplomatëve dhe punë e rëndësishme diplomatike, por nuk pres që të përfitoj kush e di se çka. E qartë. Besoj se do të mund të kemi mundësinë edhe në hera të tjera të ju kemi drejt për drejt në emision. Për sot ju falenderoj shumë, zoti Tanaj. Shpresoj që herave tjera pastaj të flasim për përfitimet. Uroj këtë. Faleminderit shumë.